Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Historia islame nuk është vetëm kronik ngjarjesh, por njëkohësisht një histori shpirtrash që u flijuan për të vërtetën. Në mesin e këtyre shpirtrave të përzgjedhur, Zojna Zeynab bint Ali, paqja qoftë mbi të, dhe bint Fatimatu Zahra alayha salam, qëndron si një shtyllë e palëkundur të besimit, moralit dhe vetëdijes hynore. Ajo nuk mbajti shpatë në fushën e betejës, por mbajti mbi shpatulla peshën e ruajtjes së Islamit pas rënjes së dëshmorëve të Kerbelas. Martirizimi i saj nuk është vetëm fundi një jete, por kurorëzimi një misioni që filloi me shtëpinë e shpalljes dhe u plotësua në skenën më të dhimbshme të historisë. Allahu i madhëruar thot në Kuranin e shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu zgjedh nga robërit e tij këtë doj. Ajeti 75 i surës Hajj. Dhe zonja madhe Zeynab ishte një nga këta të zgjedhurit, sepse jeta e saj u shndrua në dëshmi të gjallë se besimi i vërtet provohet në sprova, ndërsa madhështia e njeriut matet në qëndrimin përballë padrejtësisë. Të nderuar dëgjues dhe shikues, do ju ftoja të ndiqni së bashku ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme, ku janë ajetet e surës Balad. Me emrin e Allahut, të gjithëmshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për këtë vend, në të cilin ti je i lirë Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe për ato që lind e për ato që është i lindur. Se në të vërtet, ne kemi krijuar njeriun për të luftuar në vështirësi. A mendon ai se askush nuk ka pushtet mbi atë? Ai thot: kam shpenzuar pasuri të pamas. Vallë, a mendon ai se nuk e ka parë askush? A nuk e kemi dhënë ne atij dy sy, gjuhë dhe dy buzë, dhe ja kemi bërë të qarta të dyja rrugët? Atëherë, le të ndjek rrugën e vështirë. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është rruga e vështirë? Ajo është të lirosh një skllav, ose të ushqesh me një ditë zije jetimin e afërm, ose të varfrin e mirë. Veç kësaj, njeriu duhet të jetë nga ata që besojnë, që e këshillojnë njëri tjetrin për durim dhe e këshillojnë për mëshirë. Këta janë njerëzit e krahut të djathtë, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, ata janë njerëzit e krahut të majtë. Mbi ata do të jetë zjarri i mbyllur. Të nderuar dëgjues dhe shikues, Allahu i madhëruar kërkon prej nesh që të luftojmë me padrejtësinë në çfarë do lloj koha qofshim ne. Të luftojmë me të dhe mos ta lejojmë që të përhapet. Të lejojmë që feja e pastër islame të triumfojë gjithmonë dhe fjala e Allahut të jetë më lart nga çdo gjë tjetër. Kështu ishin dhe ehli bejti, paqja qoftë mbi ta. Luftuan që fjala e Allahut të ishte ajo që mbizotronte në këtë botë dhe jo fjala e djallit ose padrejtësia. Ato luftuan që feja e pastër islame të triumfonte mbi çdo lloj idhujtarie që ekzistonte në ato kohë. Prandaj, për ditën e sotme të nderuar dëgjues dhe shikues, pikërisht do të flasim rreth një figure shumë të lartë e cila kishte vendin e saj në mbrojtjen, në përhapjen e fesë së pastër islame. Pikërisht do të flasim rreth
zonjës së madhe Zejnab si zëri i së vërtetës që kurse si nuk shuhet. Në historinë e Islamit ekzistojnë personalitete që nuk u njohën thjesht për jetën e tyre, por për misionin hynor që mbartën mbi shpatulla. Ajo, e bija e Imam Aliu dhe Fatimetu Zahra a.s. dhe mbesa e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, është një nga figurat më të ndritura të Ehli Bejtit dhe një simbol i përjetshëm i besimit, i qëndresës dhe vetëdijes islame. Ajo u formua në shkollën e shpalljes dhe u rrit në një shtëpi ku morali ishte adhurim, durimi ishte besim dhe vërteta ishte amanet hynor. Kjo origjinë e pastër nuk ishte vetëm der, por përgjegjësi e madhe për të, sepse ajo ishte e destinuar të mbante barrën e mbrojtjes së të vërtetës në momentin kur shpatat do të heshtin, por gënjeshtra do të fliste fort në atë kohë. Zonja madhe Zejnab, paqja qoftë mbi ta, nuk ishte thjesht dëshmitare e tragjedisë së Kerbelas, por ishte njëkohësisht dhe ruajtja e mesazhit të saj. Pas rënjes së dëshmorë të Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, dhe shokëve të tij, ishte fjala e saj ajo që e mbajti gjallë Islamin e pastër Muhammedan, për Islamin e pastër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo u shndrua në zërin e së vërtetës, që sfidoi tiranin, në ndërgjegjen e gjallë që e demaskoi padrejtësinë dhe në shtyllën morale që nuk u thye as në robëri. Morali i zonjës Zejnab ishte pasqyrë e shpirtit të lartë. Ajo ishte mishërimi i durimit aktiv, jo i heshtjes së dobët, por ishte qëndrimi i fortë dhe përballë padrejtësisë. Pra kur themi zonja madhe Zejnab, kemi në parasysh një femër të fortë që e cila qëndron përballë çdo tiranie, përballë çdo padrejtësie, e drejtë dhe e palëkundur, me një qëndrim të fortë për të përhapur fjalën e pastër, fjalën e Allahut xhaleshanhu. Në momentet më të errta të jetës së saj, kur humbi vëllezërit, fëmijët, bijtë dhe të dashurit e saj në Kerbela, ajo nuk u rrëzua shpirtërisht, sepse zemra e saj ishte e lidhur me Allahun e madhëruar, dhe fjalët e saj të pavdekshme përballë tiranisë, të cilat kur e pyetën se si të duket ajo çfarë po ndodh në Kerbela, dhe ajo thotë, nuk pash veç se bukuri. Kjo fjalia e zonjës së madhe Zejnab është dëshmia e një shikimi hynor, ku sprova nuk shihet si humbje, por si rrugë drejt kënaqësisë së Allahut xhaleshanhu. Në oborin e Jezidit, ku shumë shpirtra u thyen nga frika dhe heshtja, zonja Zejnab qëndroi drejt, me fjalë që tronditën themelet e pushtetit tiranik. Morali i saj nuk ishte kompromis, por besnikëria absolute ndaj parimeve hynore. Edhe kur çmimi ishte robëria, dhimbja dhe përqeshtja, ajo kurse si nuk u gjunjëzua tek tiranët ose tek pushteti i tyre tiranik. Ajo nuk u përul përpara këtij pushteti, sepse frika e saj e vetme ishte veç sa Allahu xhaleshanhu, dhe kjo e bëri të lirë edhe nga zinxhirat e kësaj bote. Një nga dimensionet më të thella të personalitetit të saj ishte durimi i ndërgjegjshëm dhe i ndriçuar nga besimi i lartë. Ajo pa me sytë e saj trupat e coptuar të të dashurve në rërën e Kerbelas, pa foshnjën Aliul Asghar, i cili qëndronte pa jetë, pa Imam Husejnin paqja qoftë mbi të, i shtrirë i vetëm në atë tokë të Kerbelas. Dhe megjithatë, në ato momente ajo e kuptoi se kjo sakrificë ishte çmimi për ruajtjen e fesë dhe fesë së pastër të Allahut xhaleshanhu, fesë së gjyshit të saj, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, durimi i zonjës së madhe Zejnab u shndrua në akt adhurimi dhe dhimbja në dritë për të gjithë besimtarët musliman. Adhurimi i zonjës Zejnab, paqja qoftë mbi të, ishte shtylla e forcës së saj shpirtërore. Transmetimet nga Ehli Bejti tregojnë se ajo ishte e përkushtuar ndaj namazit, lutjes dhe lidhjes së vazhdueshme me Allahun, madje edhe në netët e robërisë, kur trupi i saj ishte i lodhur dhe shpirti i plagosur, ajo nuk e praktisi kurse si namazin e natës. Ky adhurim nuk ishte thjesht një ritual,
por ishte lidhja e gjallë që ajo mbante veten e saj me Allahun e plotfuqishëm, me burimin e forcës, me qartësinë dhe me guximin për të vazhduar misionin e saj hynar. Zonja e madhe Zejnab ishte gjithashtu një grua e dijes dhe vetëdijes. Dhe ajo dinte se çfarë po bënte. Imamët e Ehli Bejtit e kanë përmendur si alima, e ditur pa mësues, sepse drita e dijes së saj buronte nga zemra e lidhur me krijuesin e gjithësisë. Ajo nuk foli nga emocionet, por nga njohja e thellë e fesë dhe realitetit shoqëror. Fjalimet e saj në Kufe dhe në Damask janë shembulli i një retorike hynore, ku e vërteta thuhet qartë, pa frikë dhe pa zbukurime, duke e shndruar robërinë fizike në fitore morale dhe atë historike. Pozita e lartë që zonja Zejnab fitoi tek Allahu nuk erdhi rastësisht. Ajo ishte fryti i pastërtisë shpirtërore, sakrifisës së pa kushtëzuar dhe besnikërisë absolute ndaj imametit. Ajo nuk kërkoi lavdi toksore, as hakmarrje personale, por kërkoi vetëse kënaqësinë e Allahut, prandaj dhe Allahu e ngriti emrin e saj dhe e bëri simbol të përjetshëm të së vërtetës, prandaj zëri i saj kurse si nuk do të shuhet. Martirizimi i zonjës Zejnab paqja qoftë mbi të, nuk është thjesht ndarje nga kjo botë, por është kurorëzim i një jete të shkrirë plotësisht për Allahun. Ajo jetoi si mbrojtëse e Islamit dhe u largua pikërisht nga kjo botë si dëshmitare e përjetshme së vërtetës. Sot, kujtimi i saj nuk është vetëm histori apo emocion që e kujtojmë sot dhe kalon, por është një thirrje morale për besimtarët dhe besimtaret që të qëndrojnë të drejtë, të mos heshtin përballë padrejtësisë dhe ta lidhin çdo sprov me Allahun xhaleshanhu. Zonja Zejnab paqja qoftë mbi të, mbetet shembulli i përjetshëm i gruas besimtare, që me moral, me adhurim dhe me qëndresë të lartë arriti një pozitë ku emri i saj përmendet me nder në tokë dhe me mëshirë në qiell të Allahut xhaleshanhu. Përmes saj, kuptojmë se madhështia e vërtet nuk qëndron në pushtet apo rehati, por në besnikërinë ndaj Allahut edhe kur çmimi është vetjeta dhe flijimi për këtë rrugë. Zonja e madhe Zejnab është një nga ato figurat të rradha që përmbledh në vetvete origjinën e pastër, moralin e palëkundur, durimin e ndriçuar nga besimi, adhurimin e thellë dhe dijen që shndrohet në udhëzim për shoqërinë ku ne jetojmë. Cilësitë e saj nuk janë thjesht virtyte personale, por model hynor për çdo besimtar që kërkon ta ndërtojë jetën mbi besim, moral dhe përgjegjësi. Le të nisim së bashku dhe të shohim cilësitë e saj të larta. Ajo u rrit në shkollën e shpalljes. Lindi në shtëpinë ku zbriti shpallja hynore, ku Kurani nuk ishte vetëm libër, por jetë e përditshme. Ajo ishte bija e Imam Aliut paqja qoftë mbi të, simboli të drejtësisë dhe udhësisë. Ajo ishte e bija e Fatimatul Zahra alayhis salam, zonjës së grave të botëve. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e bekoi me lindjen e saj dhe e quajti Zejnab, emër që mbart kuptimin e bukurisë, fisnikërisë dhe forcës shpirtërore. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu dëshiron ta largojë papastërtinë nga ju o ehli bejt dhe t'ju pastrojë plotësisht. Ajeti 33 i surës Ahzab. Dhe zonja madhe Zejnab përfshihet në ky ajet, e cila u formua shpirtërisht në këtë pastërti hynore dhe u përgatit që herët për një mision të jashtëzakonshëm. Cilësia tjetër ishte morali i saj, dinjitet që kurse si nuk u përul. Morali i zonjës Zejnab ishte morali i Kuranit. Ajo ishte e drejtë, e sinqertë dhe e palëkundër në parime. Kur u përball me pushtetin tiranik, ajo nuk kërkoi mëshirë, sepse dinjiteti i saj buronte nga Allahu dhe jo nga njerëzit. Në oborin e Jezidit, ajo u shndrua në zërin e ndërgjegjes njerëzore dhe në pasqyrën që ja tregoi tiranisë fytyrën e saj të vërtetë. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Mos u ligështoni dhe mos u pikalloni, sepse ju jeni më të lartët nëse jeni besimtar. Ajeti 139
i surës Al Imran. Zonja Madhe Zejnab, të nderuar dëgjues dhe shikues, e jetoi këtë ajet plotësisht, robëresh në formë, por e lirë në shpirtin e saj, me fjalë që lindin nga besimi i thellë dhe morali i papërlyer nga frika e kësaj bote. Cilësi tjetër ishte durimi. Mbante një durim aq të madh sa u shndrua si një adhurim i gjallë. Durimi i zonjës Zejnab, paqja qoftë mbi të, ishte pasiv. Por durim nuk ishte pasiv, më falni, por ishte durim i vetëdijshëm dhe aktiv. Ajo pa me sytë e saj rënien e Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të, humbi bijt, vëllezërit siç tham, dhe familjarët e saj, por kurse si nuk e humbi lidhjen me Allahun, sepse e dinte se kjo sakrificë që ato bën ishte për ruajtjen e fesë së gjyshit të saj, të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kurani thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu është me durimtarët. Ajeti 153 i surës Bekare. Kur ajo tha, nuk pash gjë tjetër veç se bukuri, ajo dëshmoi një nivel besimi, ku sprova shndrohet në mjet afrimit tek Allahu dhe durimi bëhet adhurim i palëkundur. Adhurimi i saj ishte forca e saj e padukshme. Duke falendëruar Allahun, duke u lutur atij dhe duke bërë ibadete ndaj tij, ajo merrte një fuqi të brendshme për t'ia dalë kundër tiranisë. Nga Ehli Bejti transmetohet se zonja Zejnab, paqja qoftë mbi të, asnjë ditë nuk e la namazin e natës, madje as në netët e robërisë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, e përshkruan Sejda Zejnab a.s. si El Alima, jo e mësuar nga askush, sepse dija e saj dhe adhurimi i saj buronin nga lidhja dhe njohja e drejtë për së drejti me Allahun xhaleshanhu. Allahu thot në Kur'an, ata që ngrihen natën duke u falur, duke kërkuar mëshirën e Zotit të tyre. Ajeti 18 i surës Dariyat. Pra namazi i saj ishte burim force, qartësie dhe guximi, përmes së cilit ajo e shndroi dhimbjen në mision dhe robërinë në fitore morale. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ndër cilësitë e tjera të zonjës së Madhe Zejnab ishte dhe pozita e saj e lartë tek Allahu dhe martërizimi i saj. Pozita e zonjës Zejnab tek Allahu u ndërtua mbi besnikëri absolute dhe sakrificë e heshtur në vetvete. Ajo nuk kërkoi shpërblim nga njerëzit, por kërkonte vetëm kënaqësinë e shpërblimin e Allahut. Dhe për këtë, Allahu e ngriti emrin e saj dhe e bëri simbol të përjetshëm të së vërtetës. Allahu thot: mos i konsideroni të vdekur ata që janë të vrarë në rrugën e Allahut. Ata janë të gjallë tek Zoti i tyre. Ajeti 169 i surës Al Imran. Pra martirizimi i saj është dëshmi se ajo jetoi dhe vdiq për Allahun, duke e përmbushur misionin e Kerbelas deri në fund. Ta ndikim zonjën Zejnab, paqja qoftë mbi të, do të thotë të mos heshtim përballë padrejtësisë, të mos e shesim të vërtetën për rehati dhe ta ndërtojmë jetën mbi besim dhe moral të përkryer. Ajo na mëson se gruaja besimtare nuk është e dobët, por shtyllë e shoqërisë dhe mbrojtëse e së vërtetës. Në një botë ku e vërteta shpesh relativizohet, zonja Zejnab na kujton se e vërteta është amanet hynor. Ndjekja e saj është rrugë drejt dinjitetit, dritës dhe kënaqësisë së Allahut. Prandaj, përkujtimi i saj nuk është vetëm lot, por angazhim për të jetuar me moral, adhurim dhe qëndresë ashtu siç jetoi ajo dhe u përjetësua. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, dhe qofshin për atyre të cilët ndjekin rrugën e Ehli Bejtit, qofshin për atyre të cilët e ndjekin këtë rrugë të palëkundur, ashtu siç ishin vetë Ehli Bejti, paqja qoftë mbi ta, dhe të fitojmë shefaatin, ndërmjetësimin e tyre në botën tjetër. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju.